Allahu subhanahu wa taala I ka zbritur librat dhe I ka dërguar pejgamberët për dy gjëra dhe për dy arsye, do më thonë I gjithë mësimi pejgamberik mund të përmblidhet në dy gjëra dhe në dy arsye. Gjëja e parë është që ta përmirësojnë raportin e krijesave, me Allahun subhanahu wa taala, dhe gjëja e dytë është që ta përmirësojnë raportin e krijesave me njëri tjetrin. Do më thonë që ta përmirësojnë raportin e krijesave me njëri tjetrin. Dhe nëse e sheh, do më thonë të gjithë mësimet fetare komplet, prej fillim deri në fund, mund t'i përmbledhësh në këto dy kategori. Do më thonë kategoria e gjërave me të cilat e përmirëson ti raportin me krijuesin tënd, Allahun subhanahu wa taala, dhe kategoria e gjërave me të cilat ti e përmirëson raportin tënd me krijesat. Dhe këto janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Nëse e sheh për shembull ibadetet me të cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, adhurimet e ndryshme, do ta shohësh se në to ngërthehen apo bashkohen këto dy qëllime të mëdha. Për shembull, namazi. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që namazin ta bëjmë me xhamat. Thot Allahu I lartësuar, warka'u ma'ar-raki'in, dhe bëni ruku me ata që bëjnë ruku. Pra, në namaz ti e përmirëson lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa taala, po ashtu e përmirëson relacionin tënd me vëllezërit e tu musliman, sepse të bohesh në xhami, takohesh, I jep selam, e sheh do me thënë hallin e vllaut tënd, e sheh se si e ka gjendjen, mëson diçka të re në xhami e kështu me radhë. Do me thonë këto dy gjëra janë të ngërlidhura me njëra tjetrën ngushtë. Po ashtu nëse e sheh, do me thënë gjëja e parë që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bërë hijret në Medinë. Gjëja e parë që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka bërë hijret prej në Mekë në Medinë është xhamia. E ka ndërtuar xhamin e tij, do me thënë. E kjo është ajo që është më kryesorja, do me thonë përmirësimi I relacionit me krijuesin, me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj gjëja e dytë që e ka bërë, do me thonë, me njëherë pas ndërtimit xhamis, ka bërë vllazërimin në mes të muhaxhirëve dhe ensarëve. I ka vllazëruar ata që kishin ardhur prej Mekë në hijret dhe ata që ishin në Medinë, ensarët, në mënyrë që mos të ketë konflikte mes Mekalive, ata që kanë ardhur prej Mekë në Medinë, dhe atyre që janë vendas ensarve. Pra, u kujdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në start që t'i përmirësoj relacionet e muslimanve me Allahun subhanahu wa taala dhe relacionet e tyre ndërmjet veti.